illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, njëra prej vlerave të Islamit që e kultivon tek njerëzit dhe nxit për të dhe urdhron për të, është mbajtja e lidhjeve farefisnore. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është një vepër që më së shumti njeriu afrohet tek Allahu me të. Është një moral i lartë, është një veti e lartë që pajiset besimtari me të. Zatën lidhja farefisnore që shka ardhë në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka marrë besën nga Allahu Gjelle Gjelaluhu, se ai i cili mban lidhjet me farefisin e tij, Allahu do të mbaj lidhje me të. Ndërsa ai i cili shkëput lidhjet me farefisin e tij, Allahu shkëput lidhjet me atë person. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është një vepër shumë e lartë, të cilës Allahu Gjelle Gjelalu i ka dhënë një vlerë të veçantë në Kur'an. Duke përmend se kjo vepër është vepër e njerëzve me mendje të ndritur, vepër e njerëzve me dinjitet të lartë dhe me karakter të lartë. Innama yatadhakkaru ulul albab. Allahu ka thënë, dhe në këtë ka përkujtim për njerëzit me mendje të ndritur. Cilët janë ata, o Zot? Alladhina yufuna bi ahdi Allahi wala yanquduna al-mithaq. Ata të cilët zbatojnë besën që ja kanë dhënë Zotit dhe nuk e shkelin besatimin e tyre. Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab. Dhe ata thot të cilët mbajnë lidhje me atë që Allahu ka urdhëruar të mbahen lidhjet, do të thotë lidhjet farefisnore, wa yakhshawna rabbahum, dhe ja kanë frikën Zotit, wa yakhafuna su'a al-hisab, dhe i frikohen një momenti që kanë me dalë para Allahut për të dhënë llogari. Allahu Gjelle Gjelalu, të nderuar vëllezër, shkelsin e lidhjeve farefisnore, ose aty i cili shkakton ndërprerjen e lidhjeve farefisnore, Allahu Gjelle Gjelalu e ka cilësue në Kur'an me mallkimin e tij. Dhe Allahu Gjelle Gjelalu kur përdor mallkimin në Kur'an, ta dini se ka të bëjë me një vepër shumë të rëndë që e shkel njeriu. Sepse Allahu Gjelle Gjelalu për gjërat e imta nuk mallkon, sepse mallkimi i Allahut është përzomje nga ose largim nga mëshira e Zotit. E njënën prej veprave që Allahu ka tregu mallkimin e tij mbi atë person është ai i cili shkel dhe ndërpret lidhjet farefisnore. Allahu ka thënë: "Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." A ju po doni që të bëni shkatrime në tokë dhe të ndërpreni lidhjet farefisnore,
Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum, të tillët janë të cilët i ka mallku Allahu xhalla xhelalu, i ka bë sytë e tyre të verbër dhe veshët e shurt. Do një trajtim shumë serioz i kësaj teme. Allahu xhalla xhelalu në një ajet tjetër thot: "Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladhina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun." Dhe devijojnë nga e vërteta vetëm ata të cilët te i kalojnë kufit, vetëm ata të cilët e teprojnë në gjona. Alladhina yanquduna ahda Allah, të cilët e shkelin besën që ja ka dhënë Zoti pas asaj besë që ja ka dhënë Zoti e shkelin. Wa yaqta'una ma amara Allahu bi an yusal, dhe e ndërprejnë ato lidhje që Allahu xhalla xhelalu ka kërkuar që të vazhdojnë ato lidhje. Shumë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na flasin të nderuar vëllezër në këtë temë që nuk ka mundësi të përfshihen gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porosit dhe na thot: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Kush beson në Allah dhe në ditën e kiametit, le ta respektoj mësafirin e vetë. Kush beson në Allah dhe në ditën e kiametit, le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Kush beson në Allah dhe në ditën e kiametit, le t'fol fjalë të mira ose le t'hesht. Ndërsa, në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon edhe e shpjegon ato që ka në Kur'an. Thot, nuk ka diçka që i shpejtohet dënimi njeriu në këtë dynjë, tu dhe punu e dënimi në ahiret ma shumë se sa ndërprerja lidhjeve farefisnore. E shijon njeriu dënimin e Allahut nëse e shkel këtë dispozit dhe i prish dhe i ndërpren lidhjet farefisnore. Ndërsa një hadith edhe më interesant se kë, që i ka përmend dy gjëra që njeriu nga natyrshmëria e tij i don. Nëse don me i pasti këto dy gjëra në jetën tonë, mbaje lidhjen farefisnore. Mbaje lidhjen farefisnore se këto gjëra për ty janë dobishme, këto dy gjëra. Edhe i don ti, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush don me ju zgjat ymri, edhe me ju shtuar rreziku, le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Kush don me ju zgjat ymri dhe me ju shtuar rreziku, dy gjëra që njerëzit i dojnë këtë dynjë. Ka thënë le të mbaj lidhjet farefisnore. Qysh i shtohet ymri njeriut? Kanë thënë i shtohet bereqeti në ymër. Mirë po kanë thënë disa prej komentuesve të kësaj fjale të pejgamberit, prej dietarëve, kanë thënë në realitet i shtohet ymri, tamam i shtohen vitet e jetesës. E ke pas caktuar me jetue tek Allahu xhelle xhelaluhu 60 vite, Allahu t'i jap dhuratë edhe një 10 vite për shkak të përnderit që ja ke bërë ti farefisit ton, për shkak të lidhjeve që i ke mbajt me farefisin, dhe kjo ndodh me caktimin e Allahut prap gjithsesi. Andaj kjo është një hadith shumë i lartë të ndërrodhëve që na nxit neve të afrohemi, të vizitojmë familjar ton, farefisin ton. Dhe Allahu xhelle xhelalu ka përmend disa prej rregullave, disa prej gjanave, formave përmes të cilave mbahet lidhja farefisnore. Përmes të cilave mbahet lidhja farefisnore. E para, kujdesi për familjen tonë. Kujdesi për familjen tonë, për të afër me tu, për farefisin tonë. Mu kujdes që që kanë gjendjen. A kanë nevojë diçka? A kanë nej probleme dhe nej të lashe njët? A ki mundësi ti mu inkuadruhe në atë zgjidhjen e atyre problemeve? A ki mundësi me ju afruhe diçka farefisit tonë? Kujdesin më i madh që e bën ndaj farefisit është me arrujt imanin atyre, me arrujt fen atyre, me i thirr ndinin e Allahut, me i thirr namaz.
familjar tënë, farefisin tënë që e kije. Dhe ka thënë farefisi fillon baballar e nëna, e pastaj do thot dajallar, e migjallar, e halla, e teze, e fëmija tu, e fëmija e djemve tu, e pastaj do thot fëmija e tyre, akraballëkut. Ky është farefisi në formë më të gjanë. Andaj kujdesi më i madh që e bën ndaj tyre është mu kujdes, do për imanin e tyre, mu kujdes edhe në aspektin e nevojave që kanë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lëmoshën që e jep për dikën që ka nevojë është një herë sadak. Ndërsa lëmoshën që e jep për farefisin tënd që ka nevojë është sadak edhe është forcimi i lidhjeve farefisnore. Do në dy herë shpërblehesh për ta. Po ashtu mu luti për ta. Mu lut për ta. Sidomos kur ata nuk janë prezent. Në sezën tëne me thonë o Zot, ruje farefisin tem, ruje akraballëkun tem, udhëzoj o Zot në rrugën e drejtë, letoja punë të atyre. Në sezën tëne më kon pjesë e lutjeve tua, lutja për farefisin tanë dhe për akraballëkun tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë zbrit ajetet e para, ose ndër ajetet e para, u andhir ashirataka al-aqrabin, dhe tërheqja vrejtjen njerëzve tu, të afërmëve tu, farefisit, akraballëkut tonë, i kam ledh këtë farefisin shka i ka pas. Kreti ka të bu në një vend dhe ju ka thonë besoni në Allahun. Unë jam prej fisit, unë jam prej juve, ndërsa nuk kam mundësi në ditë kiametit me ju ndimu e juve diçka. Ju ndimon juve imani juve, besimi ju, shtetja juve në Allahun gjelle gjelalu, njoja Allahu gjelle gjelalu. Po ashtu do thot shkëmbimi i dhuratave me lidhjet me farefisin tanë është njëna prej metodave që e shton dashurinë mes njëri tjetrit dhe forcon lidhjet farefisnore. Pejgamberi sallallahu alaihi në kohën e tij njëna prej grave i thotë ja Rasulullah, thotë e kam liruar një shërptor për hir të Allahu xhelle xhelalu. I tha pse s'ja ke dhënë dajve tu? Ma shumë kishte pas problem tek Allahu xhelle xhelalu. Pse se ke vendosur një shërbimin e atyre? Andaj të nderuar vëllezër besimtar, kjo temë është temë e rëndësishme shumë në jetën tonë, që të i forcojmë lidhjet farefisnore mes njëri tjetrit. Dhe këto momente të qëndrimit të bashkëdhetarëve në vendlindjen e tyre, në vendin e tyre, në mesin tonë, është edhe një motiv edhe më i madh që t'i forcojmë lidhjet farefisnore mes njëri tjetrit. Zaten atë maltretim që kanë të rrugëve, atë lodhje që e kanë gjatë rrugëve, do nuk bëhet për asgjë tjetër, vetëm se me ardhë me vizitu familjarët, me vizitu prindë nëse i kanë këtu, me vizitu do të halla, migjallar, daj, teze, e akraballëkun e vetë. Andaj do të thotë, e di që ndoshta na që jemi këtu, nuk jemi në mërgat, ndoshta nuk mujmi me qenë në nivelin e dur, sepse tek ne këtu është ajo koha e punës e angazhimit, ndërsa për bashkëdhetar tonë është koha e pushimit. Andaj mos na marrin për të madhe me thonë unë shkova, e ai s'u merr dhe unë si shkoj. Sepse do thotë, për juve është vetëm pushim, edhe shëtitje në për familjar. Për neve është tesë edhe punë edhe angazhim, edhe do thotë me mujtë me qenë në nivelin më të mirë edhe më të ngritur në mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Lidhja farefisnore e mirëfillt është ajo kur dikush do me ndërprej e ti i lidh. Kur dikush do me tinoj lidhjet farefisnore, as nuk interesohet për ty, e as nuk të rrët kur telefon, e as një mesazh nuk të qan, e as nuk të viziton më kur, ndërsa ti do të mundohesh vazhdimisht ta mbash lidhjen me to, të kujdesesh për to. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ja Rasulullah, ka thonë kam farefis, unë po kujdesem për to, ata nuk po kujdesen për mu fare. Unë thotë po i ndihmoj ata nuk po më ndihmojnë mu fare. Unë ndroj për ta, mendoj për ta, ata u minjorojnë fare. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
dije se je në ndihmën e Allahut dhe Allahu është me ty përderisa ti je në këtë gjendje duke i mbajt lidhjet parafisnore. Andaj lidhja parafisnore, mbajtja atyre është njëra prej veprave më madhështore në Islam që duhet ta kultivojmë mes njëri tjetrit, ndërsa ndërprerja atyre është prej veprave më të shëmtuara dhe prej veprave më të liga që mund ta lë njeriu e që ndoshta e meriton edhe hidhrimin e Allahut, e ruajnë Zot edhe mallkimin e Allahut. Andaj të ndërrojmë vëllezër, të vizitohemi mes veti pa kushte. Të vizitohemi në mes veti do të qoftë një përshëndetje, qoftë edhe një pamje direkte, qoftë një minutë, qoftë pak sekonda. E rëndësishme është ta kemi në dijeni se duhet të mbajmë lidhjet parafisnore, të i forcojmë ato sepse kjo është parimi i Islamit që e ngrit lart dhe e çmon lart e që besimtari pajiset dhe fiton integritetin e tij dhe dinjitetin e tij dhe karakterin e tij përmes kësaj vepre të pëlqyer tek Allahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.